Përshëndetje. Çrregullimi i personalitetit antisocial është një gjendje e shëndetit mendor e karakterizuar nga një model i përgjithshëm i shpërfilljes të së drejtave të të tjerëve. Njerëzit me çrregullime të personalitetit antisocial shpesh shfaqin sjellje mashtrimi, manipulimi dhe agresioni, ndërsa shpesh shkelin normat dhe ligjet shoqërore. Ky çrregullim mund të ketë ndikime të rëndësishme në marrëdhëniet personale të pacientit, jetën profesionale dhe mirëqenien e përgjithshme. Po cilat janë simptomat e çrregullimit të personalitetit antisocial? Individët me këtë çrregullim shfaqin një sër simptomash që mund të shfaqen si në kontekstin ndërpersonal, ashtu dhe në atë social. Këto simptoma shpesh fillojnë që në adoleshencë dhe vazhdojnë deri në moshë madhore. Simptomat kryesore janë si më poshtë. E para është mashtrimi dhe manipulimi. Njerëzit me çrregullime të personalitetit antisocial janë shpesh mashtrues dhe manipulues duke përdorur gënjeshtra dhe mashtrime për të arritur qëllimet e tyre. Ata mund të përfshihen në mashtrime, vjedhje dhe aktivitete të tjera të palishme, pa pendim ose shqetësimin për dëmin e shkaktuar të tjerëve. U duket diçka normale. E dyta është mungesa e ndjeshmërisë, e empatisë, që themi. Një tipar karakteristik i çrregullimit të personalitetit antisocial është mungesa e theksuar e ndjeshmërisë. Njerëzit me këtë gjendje shpesh tregojnë pak ose as pak respekt për ndjenjat dhe mirëqenien e të tjerëve. Ata mund të përfshihen në sjellje të dëmshme ose të rrezikshme, pa marrë parasysh ndikimin tek ata që i rrethojnë. E treta, impulsiviteti. Sjellja impulsive është e zakonshme tek njerëzit me këtë çrregullim. Ata mund të veprojnë pa marrë parasysh pasojat, duke çuar në vendime dhe qëndrime të pamatura. Ky impulsivitet mund të çojë në ndryshime të shpeshta, në punë, vendbanime, marrëdhënie dhe mund të çojnë edhe në probleme ligjore. E katërta është agresiviteti dhe nervozizmi. Klientët shpesh shfaqin sjellje agresive dhe nervoze. Ata mund të zemërohen lehtë dhe të jenë të prirur për grindje fizike dhe shpërthime verbale, pra për grindje me fjalë. Ky agresion mund të kontribuojë në vështirësi në ruajtjen e marrëdhënieve të qëndrueshme të punësimit. E pesta është mospërfillja e çështjeve të sigurisë fizike. Njerëzit me çrregullime të personalitetit antisocial shpesh tregojnë mospërfillje për sigurinë e tyre dhe të tjerëve. Ata mund të përfshihen në aktivitete të rrezikshme, të tilla si ngjarje të rrezikshme ose abuzim me substanca, pa marrë parasysh rreziqet e mundshme, se çfarë do të ndodhë të tjerëve nëse ata ndodhen aty. 6 është papërgjegjshmëria. Një model i qëndrueshëm i papërgjegjshmërisë është i zakonshëm në mes e njerëzve me këtë çrregullim. Ata mund të kenë vështirësi për të mbajtur një punë të qëndrueshme, për të përmbajtur detyrimet financiare, ose për të përmbushur angazhimin në jetën e tyre personale apo profesionale. E 7 është mungesa e pendimit. Njerëzit me çrregullim të personalitetit antisocial shpesh tregojnë mungesë të pendimit për veprimet e tyre dhe kur ata i shkaktojnë dëm të konsiderueshëm të tjerëve. Ata mund të racionalizojnë sjelljet e tyre ose të fajsojnë të tjerët për veprimet e tyre, duke të treguar pak ose as pak faj për sjelljen e tyre të papërshtatshme. Po cilat janë shkaqet dhe faktorët e rrezikut të çrregullimit të personalitetit antisocial? Shkaku i saktë nuk është kuptuar plotësisht, por është një kombinim i faktorëve gjenetik, mjedisor dhe social, dhe besohet që kontribuojnë në zhvillimin e këtij personi. E para është faktori gjenetik, siç thash. Njerëzit me një histori me familje me çrregullime të personalitetit ose në kushte të tjera të shëndetit mendor mund të jenë në rrezik më të madh të zhvillimit të këtij çrregullimi. Studimet tregojnë se disa karakteristika gjenetike mund të rrisin ndjeshmërinë ndaj sjelljeve impulsive dhe agresive që lidhen me sëmundjen. Pra, varet nga prindrit, nga gjyshrit dhe të afërmit e tyre. E dyta, janë faktorët e mjedisit. Ndikimet mjedisore të tilla si abuzimi në fëmijëri, neglizhenca ose ekspozimi ndaj dhunës janë faktorë të rëndësishëm
të rrezikut për zhvillimin e këtij çrregullimi. Individët që jetojnë në mjedisje traumatike ose të paqëndrueshme të fëmijërisë kanë më shumë gjasa të zhvillojnë sjelljet jo adaptive që mund të çojnë në zhvillimet të personalitetit antisocial. E treta, faktorët social dhe kulturor. Statusi social-ekonomik, ndikimet e bashkëmoshatarëve dhe normat kulturore mund të ndikojnë gjithashtu në mundësinë e zhvillimit të këtij çrregullimi. Rritja në mjedise ku sjellja antisociale normalizohet ose përforcohet mund të rrisë gjasat e zhvillimit të sëmundjes. E katërta është struktura dhe funksionimi i trurit. Ulëmtimet sugjerojnë se anomalitë në strukturën e funksionimit të trurit, veçanërisht në fushat që lidhen me çrregullimet të emocioneve dhe kontrollit të impulsit, mund të shoqërojnë këtë çrregullim. Dallimet në kontekstin paraballor, në amigdalën, pra në trurin ton, mund të kontribuojnë në sjelljen impulsive dhe agresive që shihet në disa fazat të sëmundjes. Por mos ju humbasim shpresat. Pra na vjen psikoterapia dhe çrregullimi i personalitetit antisocial ka trajtimin dhe menaxhimin e vet. Trajtimi i tij mund të jetë i vështirë për shkak të rezistencës së personit ndaj ndryshimeve. Megjithse qasje të ndryshme mund të ndihmojnë në menaxhimin e simptomave dhe përmirësimin e këtij funksionimi. E para është psikoterapia. Psikoterapia, veçanërisht terapia kognitive e sjelljes, mund të jetë efektive në adresimin e modeleve të mendimit të sjelljeve të lidhura me OCD. Mund të ndihmojë pacientët të zhvillojnë strategji përballuese, të përmirësojë aftësitë e tyre ndërpersonale, në kontakte me njerëz të tjerë, dhe të reduktojnë sjelljet e tyre impulsive dhe agresive. Megjithatë, suksesi shpesh varet nga vullneti i pacientit për të marrë pjesë në procesin terapeutik. E dyta është mjekimi. Edhe pse nuk ka një mjekim specifik për këtë çrregullim, medikamentet caktuara mund të ndihmojnë në menaxhimin e simptomave, të tilla si në agresion, impulsivitetin, në gjendjen e shëndetit mendor bashkëekzistues, si depresioni dhe ankthi. Medikamente të tilla si stabilizues të humorit, antipsikotikët dhe ilaçet kundër depresionit mund të përshkruhet për të ndihmuar dhe lehtësimin e simptomave dhe për të përmirësuar funksionin e përgjithshëm të pacientit. Por për këtë janë ekspert vetëm psikiatrit, jo psikologët. Psikologët, e kam thënë qindra herë, nuk kanë të drejtë të japin barna. Atë bëjnë vetëm psikiatrit. E treta, ndërhyrjet mbështetëse. Mbështetja nga familja, miqt dhe profesionistët e shëndetit mendor mund të luajnë një rol kritik në menaxhimin e këtyre personave me probleme. Edukimi tyre që janë afër klientit për çrregullimin dhe ofrimin mbështetjes përmes terapisë dhe këshillimit mund të ndihmojnë në krijimin e një mjedisi të mirëkuptuar për mbështetje për klientin. E katërta është mbështetja ligjore dhe sociale. Për njerëzit me simptoma të rënda që çojnë në çështje ligjore, ndërhyrjet si trajtimi me urdhër të gjykatës ose pjesëmarrje në programe sociale mund të ndihmojnë në menaxhimin e sjelljeve të tyre për zvogëlimin e rrezikut të sjelljes. Mbështetja ligjore dhe sociale mund të sigurojë struktura për llogaridhënie, atë cilat mund të përfitojnë njerëzit me çrregullime të personalitetit antisocial. Të gjitha këto sa përshkrova më lart mund të ndihmojnë sadopak ata njerëz që kanë një çrregullim të këtij personaliteti antisocial. Por mos harroni asnjëherë, ju t'i drejtojeni specialistëve të shëndetit mendor. Miq, këtë do të thosha në këtë video, ju falenderoj për vëmendjen. Nëse doni mund të bëni dhe komentet tuaja poshtë videos, por mos harroni asnjëherë të bëni subscribe për të marrë videot që unë her pas here në kanalin tim. Dhe deri në videon tjetër, mirë takofshim.